Ky emision mundësohet nga Renault dhe Telkos. Mirë brava, shikues të dashur, mirë se vini në emisionin e sotëm As po, as jo. Sot kemi vendos me mysafirët me fol në këtë mënyrë. Apo? Po. Këto e kemi Stinën. Stinë, që shje? Mirë. A përdodosh? Mirë. Që për kalon? Mirë. Ma herët keshët ma shumë, që ashtë po keshin shumë. Unë ndeshta me mishti me kesh, po qenë kanë shumë serios sot, jëmë bo serios për shkak të emisionit. Ha? Serios krejt. Hajtë serios tin. A mund është me ne kështu serios, me bo atë sfiden me këshu në sy edhe pa kesh? Ja, si mëj. Vërët, se ka një herën e mëj. Hajde ka njerë munësh, hajtë këqërëm. Okej. Ja, fillon me emisionit të sotëm as po as jo, këtu e kemi Stinën nga shkolla? Iliria. Iliria, në Prishtinë. Po. A den në që ka pas Iliria emrin në vitet e para viteve të 90-ta, 2000-ta? Jo. Se dina? Kush e din që ka pas, se shkollat e kanë ndru emrin, gjitha. Jo gjitha, shumica, një pjesë e madhe e shkollave, e Iliria e ka pas emrin 22 dhjetori. Zdi hish pse ka qenë 22 dhjetori, çfarë date ka qenë, po 22 dhjetori ka pas. Shkolla Iliria në Prishtinë. Salla 1 dhjetori e ka pas 25 maj, e kështu me radhë. Veç me data... Ha? Qanë këtë dota. Po, 25 maj, para në vitet e në shekullin e kaluar, thojmë që ashtu, 1900-tat, prej mas luftës dytë botnore, e kemi pas, ka qenë një udhëhec i shtetit ku kemi qenë atëherë, Jugoslavisë ka qenë, ka pas emrin Tito. A keni ndëgjuna e për Titën? Asë njëherë. Ditëlindja e ti ka qenë me 25 maj. Për qatë arsye e ka pas salla emrin 25 maj. E pastaj e ka bo emrin 1 dhjetori. A e dini pse ka emrin 1 dhjetori? Jo. Se me 1 dhjetor të vitit 1997 jenë mbajt protestat studentore, ku kemi kërku me u kthy në për shkolla, se atër kemi qenë në shkolla shtëpi. A keni ndëgju për shkollat shtëpi? Po. Po, pas kënë ndëgju. Po. A dena i sem për to? Në shkollat shtëpi. Po. Ndo këtë e di që kanë pësu fëmit në shtëpi, jo në shkollë, e mësojshin prindrit të së nëjsen, mësojshin në shtëpi. Pjesërisht e saktë, po, mirë pëdeshe, shkollat e mesme edhe fakultetet janë vendosë në shtëpi, po profesor edhe arsimtar kanë qenë tamam arsimtarët e shkollave, po nuk kemi pas vend, na kanë dëbu prej objekteve shkollore. Do më thonë, nuk e kemi luksin që e kemi sot me punu në objekte shkollore. Mirë, falem për shkollën Iliria në Prishtinë. Stina, është era e parë e jotja në televizion? Jo, kom dalë edhe 2 herë ma herët. Edhe 2 herë ma herët? Po. Qysh ki dalë? Qa ki bo? Kom dalë për 28 nëntorin, në shesh, që edhe unë ka bo pytje, për shembull, çka keni bën shesh për 28 nëntorin shtë, edhe një herë në shkollë, për dritat e shkollës më duke diçka nuk punojshin, e një gazetarje në ka bo pytje çka ndodh nëse nuk ishe prindrit, kur është për shembull nota, si she. Çka ndodh nëse si she prindrit? Pritish aty se i thëmë mësusës sa mund është... A dini mu këthy vetë të shpia, e ki shpinë largë? E kam shpinë largë, ama kështu e di rrugën veç shumë largë e kam. Shumë largë i. Okej. Mirë, Stina, me ka një ekip sot? Me Nurin. Çka e ki Nurin? E kam djallë qikës tezës. Djallë qikës tezës. Okej, mirë shumë, do të thomë qenë këtë kushëri. Dhe ti, Nura, je në shkollën e njëjtë? Ja. Jo, në cilën shkollë ti? Mjall Grameno. Mjall Grameno në Fushë Kosovë? Po. Super. Cila është shkollë ma e mirë? Mjall Grameno, ma e Mjall Grameno, mas jo shkolla jote. Po, kemi edhe shumë mësafit Mjall Gramenos, edhe na mendojmë që Mjall Grameno është shkollë shumë e mirë, se mësafit që i kemi në spasjom nga Mjall Grameno, zakonisht kalojnë shumë mirë të na. Nuri dhe Stina janë në ekipin po, kurse në ekipin jo është Sibora. Mirë mama Sibor. Mirë mama. Ti a ki dalë ma herë në televizion? Po. Kur? Edhe pse?
Për 28 nëntor edhe tash që jam. Ha, në cëllën shkollë jeti? Njerenim Derodën Ferizaj. Njerenim Derota Ferizaj, të më thonë pas kemë Prishtinë, Fushë Kosovë, Ferizaj. Po. Qa ka të veçantë shkolla juj? Ka ma shumë klasa. Ka shumë klasa, është e reja e vjetër. Edhe re edhe vjetër. Edhe e re edhe vjetër. Mirë shumë, cila lanë ty të pëlqenë mas shumë ti? Matematika. Matematika. Mirë shumë, të vynë matematika në për disa runde të emisionit tonë. E kone kiti kolegësët? Maltinën, shoqë. Maltina, kush e Maltina? Shoqë jam e ngushtë. Shoqë e ngushtë, do më thonë qenë këtë në një shkollë. Po. Njëjtën shkollë. Edhe në klasë njëjtë. Edhe në klasën e njëjtë. Jeronim Derada, në Ferizaj. Qysh do këtë të qyteti krasimi mes Ferizajit edhe Prishtinës? Prishtina ka ma shumë dërtesa, Po? edhe Ferizaji nuk është që ka pak dërtesa. Cilat më qenë ma shumë? Ose cili? Ferizaji. Ferizaj, pëse? Pëse qyteti vetë, apo? Qka i kështë thonë ndikuj, pëse me orë në Ferizaj? Qa ka të mirë atje? Që është qyteti mirë, Po? është ka shkolla të mira. Po? Edhe ka shumë murale? Po. A të pëlqejnë muralet? Po. Po, a vizaton të kështu, a ki qef me vizatu? Kam qef me vizatu. Cila lanë pëlqenë mas shumë ti? Matematika. Matematika edhe ty? Bukur, bukur, bukur. Unë joftu me dy ekipet e sot me shikues të dashtën tash na e fillojmë me rundin tonë të parë, po jo, po, po. Edhe në të rundi, po jo, po, po. Fëmijët veç janë vendosë në anën po, e kur thëmë jo, kanë me kësy në anën tjetër. Në mes nuk guxojnë me shkel vijen që e kanë këtu. Bukur! Ja pra vija në mes po shihet. Apo ja fillojmë? A jemi gati? Po. Thatë po, mirë, mundeni me thonë po tash. Hajde, fillojmë. Jo. Taran, po. Paran, jo. Paran, po. Paran, po. Jo. Jo. Oh, Maltina! Maltina nuk ka më lodhë mu, ullet. E tash vazhdojmë me Siborën, Nurin dhe Stinën. Jo! Jo, nuk gabove. Hajde, tash gabove. Se s'pate nevoj, se veç munist nuk në gjithë si gabim, po Stina i fiton 3 pikë. Bukur. Sibora 0, Stina 3, ta këshyrim kush po i fiton tash? Maltina 0, Stina 3, e ta këshyrim tash Sibora dhe Nuri, kush po i fiton 8 pik e kush 15. Hajde. Jo. Po. Po. Jo. Jo. Po. Po. Jo. Po. Jo. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Po. 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 Jo. Jo. Po. Jo. Po. Po. Jo. 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 Hajde dhe njerë. Po. Qashtu. Kësene me të dy komt, jo vetëm me njonën, se i bjen që jeni në të dy ontë në të njëjtën kohë. Hajde. Po. Jo. Jo. Sibora ka boj dhe fitues është Nuri. Sibora i ka 8 pik, Nuri 15, që i bie që ekipi po i ka 18 pik. Bravo, 18 me 8, 10 pik në e përsi, janë ekipi po. Mirë shumë Sarova, me ju pytë Sibor, qka e kiti Nurin edhe Stinën? Stinën e kam qik tezës edhe Nurin e kam djoll qikës tezës. Okej. Bukur, bukur, tash murën vesh qka jemi krejt, e Maltina qenë ka shoqe e Siborës. Maltina e edhe shoqe e Stinës?
Ju. Sot jam boshë. Sot jeni po shoqja, sot jeni njoftua? Okej. Edhe me Nurin? Po. Edhe me Nurin. Mirë shumë, ta shkojmë te rundi i dytë, as po, as jo. Erdhëm te rundi jonë i dytë, as po, as jo. Do më thonë, s'keni drejt në këtë intervist prej 90 sekundave me thonë as po, as jo, as aha, as ha, as në cuk, as jes, as no, as o pasoj. Po, mundini me thonë, kur e ka kuptimin e por, ose po punoj, po shkoj, po bëj, ajo nuk është po. Hajde, ekipin e përsi është ekipi po, kështu që ja fillojmë mas pari me Stinën, po Sibora me Maltinën, po më duket veç e kanë diskutu fjallën e ndalume për Stinën. Qfar fjale Sibor po dënim ja ndalu Stinës? Laptop. Laptop. Do më thonë edhe lap me thonë, zban. Laptop. Hajtë ta shënej qëto, mështë haraj. Laptopet. Kompjuter mund është me thonë, as po, as jo, as laptop. Koha për 90 sekundave, ja filloj. Stinë, që shie? Mirë, Apo lodhësh? pak, A i ki ftoft? heq. është gabim, Stinë. Qa me bo? Prite që po të pyesë diçka për laptop, po ja që Stina nuk ja doli me kalu as po, as jo. A o dëshprove shëma? Shumë. Pse? A i ki ushtru shëma? Rundi ma i zërë. Ha? Rundi ma i zërë, thëmë. Rundi ma i zartë është, po. Ma i zartë e edhe ma interesanti që e kemi në emisionin tonë. Po tash i kthehemi Siborës. Çfarë fjale mi andalu Siborës? Mi ndalu në fjallën mirë. Mirë. S'dje kemi pas në të ndalu me fjallën mirë? Koha për 90 sekundave ja fillon me njerë as po, as jo, as mirë. Sibor, që shie? Keq. Keq i apë, se keq. Se di keq. Veç ashtu mas e ki fjallën e ndalu me mira, po? A mund është me folë pak ma me të madhe? Moj. Qashtë. Bravo. Sibor, ti ke në shkollën i Liria në Prishtinë? Njerën e mderod. Jerenim Derada. Njerën e mderod. Okej. Sa ka ti ka shkolla? 2 ose 3. 2 a 3 tash. Se di njënën. Njona, a? Njëna. Okej. Mirë. A ti tha që nuk është qash shkollë e mira? Shkolla mirë është. Tha e mirë. Përso sekunda? Po, i mbeten ndiko edhe 47 sekunda, ose 47 i kalojnë, vërtet, po njejtë është, si mi kalu 47, si 50, si 60, 90 sekunda du mi kalu, për me mujtë mi fitu 10 pikë fjallën e vështirja këni gjithë shumë. Qa ishit jo. Mirë, shikus të dashtën. Stina dhe Sibora nuk ja dolen me kalu sfidën as po as jo, me sukses, e tash para se me dalë të Nuri dhe Maltina, me pas se qka përbojnë këta në sfidën as po as jo, shkëputemi pak e kthejemi përsëri këty në studio. Jeni me as po as jo, shikus të dashtën në televizionin TVN, në YouTube, në TVN, në TV-n e keni në gjitha kablovikat, diku në kanalin 7, diku në kanalin 11. Stina dhe Sibora nuk e kalun me sukses, tash ta shohim se çka po ndodh me Nurin. Nuri duhet më bogati për sfidën as po as jo, që zgjat 90 sekunda për secilin, e fjalën e ndalume, ja zgjedh ekipi kundërshtar. Normalisht unë duhet me aprovu se s'bën çfarë do fjale. Fjalla heq. Fjala? Heq. Heq. Fjolla heq. Interesant. Me thonë, apo djudhesh? Heq. 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 Me ç. Me ç, jo me q, po me ç. Heq. Është me, jo sa është me q, jo me ç. Se unë shkruva gabim, s'di që kam ndodhi. Ka njëherë, gabojmë, gjithë gabojmë. S'ka njeri që s'gabon. Nur, koha për 90 sekundave e fillon me njëherë, as po, as jo, as heq.
apo lodhesh? Ka pak. Ka pak. Do më thënë jo, Heqa? Nuk pe thëmë se e kam ndalume. A ki ndalu me a? E kam ndalume. Bukur, bukur. A e ki ushtru në era s'pas jo? E kam ushtru. Edhe e ki pa në emisionin? E kum po. E ki pa. A është rundi që të pëlqen mas shumë ti? është rundi që nuk më pëlqen. Së të pëlqen? Së më pëlqen. A po a? E pse kjo arë për në emision mas si së të pëlqen rundi? Së më pëlqen që kjo rënd. Së të pëlqen që kjo rënd. Me kone ki ushtru as pas jo? Me ata që i kanë në këpsht. Në kopsht. Edhe me prind. E me prind. Sa vjet i ki? 8. 8 vjet! Në sotën klasë je? 3. Në 3. klasë. 3. klasë. Cila lanë ty të pëlqen mas shumë ti? Matematika. Matematika dhe tyja? Matematika dhe mu. Numrat pëlqena? Krej që ka konë matematikë. A e din tabelin e shumëzimit? E di. Sa bojmë 5/5? 25. Pe të shëmira. E 25 minus 24? 1. Një. 1. Okej. E 25 minus 25? 0. A i thojnë 0 sa dhe heq në herë? Nuk pe thëmë se e kam ndalume. A i ki ndalume, a? E kam ndalume. E ki ndalume. Koha kaloj. Nuk po e thëmë se e kom të ndalume. Ajo po e thëmë nuk është po. 28 piki boni tash ekipi po. Nuri e kaloj edhe sta hiq. E tash koha e Maltinës. Maltin, a je gati? Jam. Je gati. A mundesh me fol pak ma me të madhe? Se pe kom vështirë me të ndëgju për i këtujt, se largemi. Okej? Qashtu. Hajde, tash na e zgjedhë një fjalë të ndalume ekipi po. Për janë ndalu në fjallën shkoll. Shkoll. A shkoll, a shkoll? Shkoll. As shkoll, as shkoll. A mundet me thonë shkolla? S'munët me thonë as shkolla, as shkollat. A më me thonë me shku ku mësujna? Po mu më shme thonë ku mësojnë. Hajde. Koha prej 90 sekundave ja fillon me njëherë. As po, as jo, as shkolla. Ti kënë shkollë të mesme, apo? Mes me tullët. Mes me tullët. Mes me tullët. E mes me ullët është pej klasës 6, apo? Deri në klasën... Pej klasës të parë, Po? deri në klasën e 10. Në satën klasë jeti që tash? Të katërtën. 4, ndej në klasën e 9, më do këtë është. Më duket që është. Okej, gati dha po. Maltin, çka do më thonë emri jëtë? Nuk e di. Nuk e din, Maltina. Shumë emri i bukur. A nje shumë njerëz tjerë me emrin Maltina? Maltina Jashorën. Ai- Për një edhe na i kanë tjetër, a? Veç që ato. Veç ato. Mirë, cilën fjallë e po të klasë e po të ndalume, apo? Një tjetër. Një tjetër, dhe më thonë fjallën shkollë. Qatë fjallë. Qatë fjallë, sa vjet i ki? I kam 10 vjet i bëj. Kur i bën? Me 14 tetur. Me 14 tetor. Me 14 tetur. Okej, 10 vjet. Do më thonë që tash i pas këtë 8. 9. As i ki 8-a? 9 i kam. Nuk i ki 8. Nuk i kam të. Nuk i ki 8, Nuk okej. i kam të. E në shkollë, kur ja ke njësë me shku? Me 4 vjet. E nali si bora, i tha, mos fal! Se me që dhe një sekund i kam met. Që dhe një sekund i kam met. Dhe kena. E kena. Bukur. Sa pik, 10 pik i fiton, 8 i keni pas 18. 18, qashtë. 18 i keni ta. 18 me 28, 10 pik e përsi. Prap jeni pasi që të dy ekipet e fitun nga 10 pik, për nga as po, as jo. E shikus të dashton, prej këti rundi, dalim në rundin e tretë që quhet gjeje fjallën. Edhëm te gjeje fjallën. Kush për del për juve me i spigu 10 fjallë për 60 sekonda. Hajde në orë. Ja ku i ki vendin dhe dush me ja spigu 10 fjallë Stinës për
60 sekonda, nëse duket ndonjë fjalë shumë e vështirë, thuje kaloje ose skip, që keni qef me thonë edhe ju në gjuhën angleze. Qeta ju, ato. Këtë s'do të thesha. Tash ishe, Ane e qatë fjallin, a? andej i qesim sekondat, atje i qesim fjalët, se Stina nuk guxon me i pa fjalët. Okej? Mund është me thonë çka është sinonimi kësaj, çu shi thonë ndryshe kësaj, çka vjen mas kësaj, çka vjen para kësaj, e kështu me radhë. Ti mund është mi bo dhe pyetje, po, e sakt. Zbojnë zakonisht pyetje, po, pyetje shumë e mirë Stinës, e përgjigja është po. Koha për 60 sekundave dhe 10 fjalë t'ja fillojnë me një herë. Ti kërën kur rinë dhe edhe rinë kompjutera, të punu në kompjutera. Në vend kur rinë ata. Kur rinë njerëz kur punojnë kompjutera? Në shtëpi. Jo, plot ma shumë njerëz, ka, ma shumë kompjutera. Në skip. Në punë. Hajde, kalim. Qka pina na? Kafe. Ti qka që është gjithë i shumë? Uj, e sakt. Qka ka lënë ti qka që është i kaltër? Diçka. Lum. Lëm e sakt, qa ashtu. E shtuje. Ti qka që nuk bërë përdur fëmija, veç në dhajtë. Thika. Ti qka në telefon Në është? telefon. Në telefon. YouTube-a, Tjetër, Tjetër, TikTok-u, tjetër. tjetër. Instagrami, Instagrami e sakt. Ti qka që e hanë lepër dhe. karota. Karota e sakt. Ti qka që hypëm na për me na qunë shpe. Oh, koha ka kalu. Se posh, hytë si posh sekundat. Mirë, do më thonë karotën e qëllun në koha, po? Regjia? Okej. Bukur pra. E para ku punojnë njerëzit, shumë njerëz, kompjutera, punojnë në zyre. Diçka është, ama s'u kujtoj ke emri. Stu kujtoj ke emri. Ujnë e qëllut, lumin e qëllut, Instagramin me nëze, karotën gjithashtu, edhe pse duni me ditë, e përmendim sartë na del karota, këtu që lepuri nuk kanë karotë, po ka mbet prej filmit vizatimor, lepuri ma shumë i ka qef laknat, edhe sallatat, po ka mbet prej filmit vizatimor, lepuroshi. 4 të qëllume, 8 pikë, edhe 28 bojnë 36 pik i ka ekipi po, e kush për del për juve? Hajde, Sibor. Sibora do t'i ketë ashtë 10 fjallë bashkë me Maltinën. Maltina nuk ishe fjallë, Sibora ja shpjegon. Koha për 60 sekundave, ja fillon me një herë. Skip. Skip, okej. Është diçka që ban mjau. Mocja, E sakt? E kundërta e ashensurit. shkollë, Sinonime janë ashensurit. e letë, E sakt, sinonim që ashtë. Kur kur është vjesht binç ato. gjetër. E sakt, bravo. Është një lojë që e lun Irina. Irena, Roblox, Jo. Stumbleguard, Kurs është. programer, Jo. kompjuter, Jo. Është me top, me dur. Me top, me dur. voleibol, Voleibol e sakt. Sport dëmë thonë. Është planet. morsi, tuka, Tuka. Tuka e sakt, hajde. Është diçka që kena në shpe dhe shkelëm që atë. TP, E sakt, bravo. Është me kompjuter që shtypëm. Dhe koha tasteri, kaloj, koha kaloj fatkeqësisht. E qëllove një sekundë pas kalimit të kohës. Pse e kalu të parën, Feriza i ndodhë njëhet për tren, treni. Qka kalon, mbi hekurudh, qka Se qa bëhen që Qka bën quf, qka ecë mbi hekurudh, treni. Po e kalove se nga një ndodhë kështu kur kemi stres të madh në emision edhe për sekunda, edhe dritat, edhe kamerat, e kalojmë. Macja ishte e dyta, që lut lifti ashensori, pra sinonimi i ashensorit, lifti, gjethi, qka bjen në vjesht, gjethet. Volejbolin, minze e shpjegu të është në fillim me të regu që është sport.
Toka, planeti, bravo, te pihin e keni qëllu shumë shpejt dhe tastiera 1 sekond me vonesë nuk e pranojmë. 6 të qëllume, 12 pik edhe 18. 30, bravo, jeni afruta, tash jeni 6 pike përsi, ishit 10 pik e përsi. Prej fjallëve tash dalim të numrat. Edhe më tash të numra, do t'ja bëjmë një pyetje se ende jeni në përsi, kështu që pyetja e parë është për juve, po edhe ju mendoni, diskutoni, ma jepni edhe ju një përgjigje, pasi që të përgjigjet ekipi po. Përgjigja gjithmonë është numër, kush është ma afër, i fiton 10 pik. Sa oqeane ka toka? Diskutojeni mes vete. Apo planeti Tokë? Po, planeti Tokë. 2 oqeane. Pas. 5 oqeane. A i dini emrat? Patsur, Adriatik, Atlantik. Patsor? Adriatik. Okej, Adriatiku është det, nuk është oqean. E përmenda Atlantikun, apo? Atlantiku është oqean. 2 i gjetëm. A ka alo? Patsor, Atlantik, Indian. Patsori është maj modhi, maj theli. Atlantiku, tëni është Indiani, apo? Tëni? Oqeani, kanë qetë 4 deri vonë, tëni e kanë kriju dhe të e kanë kriju. E kanë pranu që ekziston edhe oqeani 5. Kështu që ishit të sakta, tamon 5 oqeane. Do më thonë, Pacifiku ose Patsori, ose oqeani i qetë, këtë 3 emra i ka, Pacifik, Patsor i qetë, Atlantik, Indian, oqeani jugor, dhe më thonë Antarktik, kjo është kriju ma vonë, o pranu që është oqean ma vonë, oqeani Arktik, që është oqeani verior. Dhe më thonë i ka 5 oqeana, i përmendën 5, që i qetë, Atlantik, Indian, jugor edhe Arktik, në polin e verior. 10 pik. I fitut 40 me 36. E tash pyetja për juve. Sa orë i ka një javë? Diskutojni me zveti edhe me apni një përgjigje, po nuk ju japi shumë kohë, se të një mundin me bojë sopë. Qa e mërmendja? Sa orë i ka një javë? Edhe ju e diskutojni me zveti. Sa? 288 orë. 288 orë. 288 orë. Sa orë i ka një javë? 105. 105. Hajde, qysha edhe dhe i të kjo përgjigje? Veç po kujtut për matematikës se kena bo një javë sa orë. Qëre, një ditë sa orë i ka një ditë? 24. Okej. Sa ditë i ka një javë? 7. 24 Okej. orë. Sa bëjnë 24 orë 7? 288. Sa? 288. 288? 24 herë 7. Hajde pëndojmë kështu. 20 herë 7 sa bëjnë? 20 herë 7. Po. 140. 140, qashtë. Okej. Ka, që ka nga ka mitë, edhe një 4, apo? Se 4 nuk e shtinim në ekuacion. 4 herë 7 sa bëjnë? 4 herë 7, 28. Po. Sa i pas ka prova një javë, sa orë? 140 plus 28 bëjnë? 168. 168. Kush është ma ofër? Këta. Ndokër. 105 keni thonë jo, 288 keni thonë jo. Kush është ma ofër? Na. Ju jeni ma ofër, pra. 105 keni thonë, të më thonë, ishet
53 orë, vetëm largë, ju ishit shumë ma largë. Do më thonë tash i keni 46 pikë. Kthehemi prapë në e përsi prej 6 pikëve, pra një javë i ka 168 orë. E tash, prej numrave, kalojmë të rundion më i qetë, si oqeani i qetë, patësor. Edhe në tash të rundion i pantomimës, rundion më i qetë, kush për del për juve, prap jeni në përsi me i spjegu 5 fjallë për 90 sekonda. Do më thonë, keni ko, mundeni mi kalu fjallë që ju duken më të vështira, se ju kthehemi përsëri. Koha për 90 sekundave ja fillon me një herë. Stop. Skip. Këto të pje mundesh me tregu dhe me gisht, po hajde, kalu. Motori e sakt, bravo, që ashtu, falënër. Ushtrime. I fort. Skip. Kale. E të njoftime. Librat. Skip. Si e shumë lartë. Skip. Kaleja, se veç 10 sekunda e keni. Ndjeve. Po bërne veprimin, me veprim bërne, se veç jetë naj. U kry. U kry, koha kaloj. Mund është mull? Hajtë i këshyrim qa kemi pas tash. E para ishte fytyra, do më thënë veç me thonë kështu, A mujna veç me bom qështu për shambë? po mund është me të regu. Do më thënë veç me thonë qështu, kështë e mujtë me thonë fytyra, me dy sy, po do shta se ke ditë që mund është në atë mënyrë. Fytyra ishte e para, motorin e qëllut, bravo. E dyta që bëjke kështu ishte majmuni. Te paraja, te paret, zakonisht e shpjegojnë kështu ose kështu. Po nuk të kujtoj, ka që ato që i jepke dhe që i merke, ishin pare. Ti e përmende librin. Edhe blesha diçka. Po blesha diçka, e kuptum. Edhe e fundit ishte piktura. Qysh do ishe me spjegu pikturën? Desha me bo qështë piktura që është, formën, edhe si... Portret. Po, portret, Portret, qështë okay. si Mona Lisa që rënë qështë. E vështirë mu kuptua ashtu, nështë ta ma mirë me bo veprimin duke e ngjyros. Po, një e keni qëllume, me një qëllume i fitoni 5 pik. Tash i keni 51 pik, ju keni ik 11 pik ekipit kundërshtar, po ju keni mundësi me i bo 25 nëse i qëllonit të gjitha. Kush për del? One. Hajde Maltina, veç i e bo gati, dalim nga dal. Maltina s'ka drejt me folë, gjitha duhet mi spjegu me gjestet, vetë me fjallë që mund është me thonë, është kaloje ose skip. Koha prej 90 sekundave, 1 minutë e gjysë, ja fillon me njëherë. Mikrofone. Muzik. Me këndu. Skep. Po që shumë ofër kesa o afrove skip, hajtë mirë. Jorgan. Gjume. Jastëk. Shtrat. Bëne prapë veprimin, hajtë, okej. Skip. Kaloje. Top. Top. Volejbol. Skip. Kaloje, edhe këto.
Skip. Kaloje. Luga. Se kap lugën që ashtu, bash. Gut. Filxhan. Po dhe, vazhdo, provo, hajde. Mësu dërzo. Me pi qka? Uj. Kafe. Kafe, sakt. Hajde i këthejmë fjallës parë. Këndim. Dhe koha kaloj. Këngëtar! Këngëtar. Unë të bëjsha Si të bor, kënu edhe une. shumë shpejt hekshe dur. Te gjitha gati këtë ju afru, po hekshe dur. Me njerë të ishe kaloje. U afrojshe të ishe kaloje. Këngëtar ishte e para. E përmende Jorganin, e përmende Jastekun, i përmende krejt, nuk e përmende Batanien, ose Qeben, me thonë ndryshe, Batanie ishte, se kjo unë blu me Batanie, okej? Koshe ishte ajo që e gjujke, dhe më thonë e përmende topin, volejbolin, po nuk u dasht me hek dorë, koshi, se kjo e gjujke topin në kosh. Te ditëlindja nuk provoj Maltina fare me e spjegu, po nëse e kështë kap ndoshta një torte, edhe mi fry qirat, ju kështë kujtu ditëlindja. Edhe kafja, te kafja ma në fund jashilove e përmende gotën, e përmende lugën, filxhonin, po tregoj ka filxhoni i Renaos, sponsorit tonë, për krasit tonë, edhe e qëllum që është kafe. Një të qëllu me 5 pik, e përzia mbetet prap e njejt, 45 me 51. Prej rundit të dytë, fundit rundit dytë për mdukët, apo, atë tret jemi 6 pike përsi, dhe aty po mbetemi. Ende 6 pike përsi, 51 me 45 për ekipin, po. E shikus të dashton, tash dalim të rundi jon i radhës. Shkojmë të memoria. Erdhëm tash të memoria, pra të këshyrim kush e ka kujtesën më të mirë. Do ta, se cili nga ju, do ta thuni nga një fjallë, po duke i përsërit krejt fjallë paraprake, duke e kriju aty për aty një fjali. Fjalia nuk do të thot me pas kuptim, edhe fjallët duri mi përsërit sakt që shi ka thonë personi paraprak edhe me shtu një fjallë tjetër. Fjallë që e kanë vetëm një shkron nuk nxehen si fjallë, se të një rezikojmë që mu konë krejt e, a, i, u, i, a, u, a, mundë me kriju një fjali që ashtu, kështu që e, i, a, këto nuk nxehen si një fjallë, dhe më thonë, fjalla i mirë është një fjallë, e mirë është një fjallë, i bukur është një fjallë e kështu me radhë. Prej të e te e andej, ja fillojmë mi nxes si fjallë. Pasi që ekipi poshtë në e përsi, ja fillojmë mas pari me Stinën. Filloja. Luga. Luga është Luga është argjendit. Luga është e argjendit për Luga është e argjentit për ka. Luga është e argjentit për ka shumë. Luga është e argjendit për ka shumë dizajne. Luga është e argjendit për ka shumë dizajne dhe Luga është e argjentit për ka shumë dizajne dhe pika. Luga është e argjentit dhe për plot dizajne. Ishe një 2-3 gabime aty, kështë që ja dhuron ekipit kundërshtar, 10 pik u bo fjali e vështirë tëni. 5-5 i keni momentalisht, 4 pik në përsijeni. Tash e fillojmë me Siborën, vazhdojmë me Maltinën, me Nurin dhe Stinën, kështu si sillemi në anën tjetër. Sibora filloja. Qielli. Qielli është I kaltër. Qielli është i kaltër dhe Qielli është i kaltër dhe i madh. Qielli është i kaltër dhe i madh, i mbushur. Qielli është i kaltër dhe i madh, i mbushur me. Qielli është i kaltër dhe i madh, i mbushur me re. Qielli është i kaltër dhe i mbushur me re. Gabove dhe i madh. Dhe i madh ishte fjala e
radhës. Mirë, ju ja dhurut 10 pikë kundërshtarit, tash ju ja dhurut që ato 10 pikë prap ekipit. Po, kështu që 61 me 55, ende mbetemi në të njëjtën distancë, vetëm 6 pikë e përsi për ekipin. Po, kështu që krejt mbetet deri në fund me pase kush fiton. E tash prej memorjes, dalim te rundi jon i parafundit dhe ndoshta më i letit, Gjeo. Erdhëm tash te rundi i gjeografisë, pyetja e parë për juve dhe vetëm për juve, kështu që ju vetëm shikoni. I keni 2 opsione, për çata thash është edhe rundi më i lehtë se gjeografia nuk është e lehtë, po i keni 2 opsione, duni me zgjedh opsionin e saktë. Cili është oqeani më i vogël në tokë? Diskutojeni mes veti. Oqeani Arktik apo Indian? Arktik apo Indian? Oqeani Arktik. Oqeani Arktik, pra ku gjendet edhe poli i veriut, është oqeani më i vogël në botë. Indiani është kogja më i madh. 10 pikë, 71 me 55. E pyetja për juve tash. Cilën e kemi më afër? Amerikën apo SBA-t apo Australinë? SBA-t apo Australinë? Kënë e kemi më afër, çfarë merr mendja? Si Kosovë, kënd e kemi më afër? Hajde një përgjigje, SBA-t apo Australinë? SBA-t. SBA-t i kemi shumë më afër, pra 7200 km parafërsisht, derisa Australinë kemi rreth 13000 km larg. E saktë është, pra që SBA-t i kemi më afër dhe ju fitoni 10 pikë 65 me 71. Kemi mbet me distancë të njëjtë që s'di sa runde, vetëm 6 pikë përsi është ekipi po, kështu që e tëra mbetet tash për fund për rundin tonë vendimtar, por para se me dalë te ajron, te rundi mozaikut, shkëputemi pak dhe kthehemi përsëri në studio. Shikus të dashur, jeni me as po as jo, ekipi po është në përsi, prej 6 pikëve, 71 me 65 është momentalisht rezultati, po tash munden me i dyfishu pikët varësisht kush ja qëllon rundit të fundit, kush ja del me sukses, me vrejt se çfarë pamje fshihet pas mozaikut. Shkojmë pra me mozaikun. Edhëm tash të rundi joni fundit dhe vendimtar, pasi që jeni shumë afër, do më thënë se cili ekip mundet me fitu, pasi që i dyfishoni pikët. Pamjen të ta shohim në të gjitha ekranet, po një rekomandim është se sa ma largë që e kene ekranin, edhe i mshelni pak syt, e vreni ma mirë se qka është, sa ma largë, jo mrapa me këshyrë si borë, ma largë i ke ekranet atje, për balë, edhe këtë ekranin prapa meje. Hajde të shohim pamjen e parë. Dru. Dru, nuk është. Telefoni. Laps. Laps, nuk është. Thujni, bërtet një pak ma shumë se... Goma. Gom, nuk është. Shtrat. Shtrat, nuk është. Pem. Pem, nuk është. Tash është shumë shtirë me pamjen e parë, kështu që tash dalim të pamja e dytë. E qartësojmë pak. Shtëpi. Shtëpi, nuk është. Pem. Nuk është. Si kom të Shqipënjën. Si kom të Shqiponjes, nuk janë. Dërkës. Shkopej, dërkus, nuk është. Shkopin. Shkopin, nuk është. Shkopin. A qartësojmë edhe pak? Po. Hajde. Zog. Zog, nuk është. Majmon. Ha? Majmon. Nuk është. Po. Çukapek. Çukapek. Nuk është çukapek, nuk është pat. Insekt. Ha? Insekt. Arë. Sur.
Do ndyshe. Na vjen një emër specifik. Do të thonë ju një grup i gjën, jo me thonë kafsh ose insekt ose diçka na vjen specifike. O kofsh, insekt, ka. Bleta. Bleta nuk është? Një pak? Ta shpedini që u afrun pak. Këtojeni? A kofsh, shpen, qka? Yes, ju përgjigj në pyetje, po e sheni që... Çka thash ma herët, mendoni? Kujtoni? Hajde, a keni ndaj përgjigje? Çka është? Blet tam që s'është? A përdeni ju të shpia? Amina me qartë. Të shpija? Hajde, qartësojmë. Tepe. Oh, bretkosa. Nuk është bretkos? Tepe, a? Jo, nuk është tepe. Arësh. Arush nuk është. Ma ofër këtë ma herët. Shtrat. Jo, tavolin. Nuk është tavolin. Jo. Si saj, po të të. Si qka? Saj. Jo. Saj. Qa do që është ajo, nuk është. Ka. A qartësojmë edhe pak? Oh, flutura. Nuk është. Njire. Nuk është. Ku gjejdët? Përgjigjna. Oh, që shtirë bre. Shumë, ndo momente ishit shumë ofër. Oh, që shtiret. O gjohë, A e kena në shpea? Fy e kena, krejt e kena në shpi. grejër, sa. Qysh? Grejtja? Jo, Televizor. së është televizor. Telefon. Kompjuter. Së është telefon. Krejt e kena në shpi. Zakonisht Ble, mos e qartë. dimrit se kena verës e kena. Ma shumë verës e pran verë edhe në vjesht. Ka njerë edhe dimrit, në varët sa është në zetë. Klima. Pishin. Nuk është jo. Zemja. Po këshyri një pak pomin mëre. Mshel një pak sytë. Ah, kaftër. Qysh? Shpret. Qa është pe? Shporet. A shporet? Jo, nuk është shporet. Po ti. Si tigër, o. Si tigër, jo, krejt e këna në shpi tigër, as këna ki tigër të në shpia. Kukusin të e ditë. Krejt e këna në shpi. Verës, sidomos, ha? Krejt. Sidomos verës. Ka shumë. Syzet. E gjimë. Pse, jo. Syzet e djelës të i kemi edhe verës edhe dimrit, se në shpejon ato. A i qesim në koka jo, së më rëndësi. Dimrit nuk ka, verës ka. Në shpe. Dimrit nuk ka Shumë i kom verës dimu. ka. Dimrit nuk ka verës ka. Dimrit. Edhe në shpe edhe jashtë shpis ka, po në shpe na bezdisin. A kemi ende mundësi me qarcu? Që thash për shumë mirë. Prit. Shumë mirë, po shijet si tash. Bubrat. Qysh? Nuk është bubrec? Marimong. Nuk është manimong? Ti qka vreninë, E sa. keni, Peti e keni përmend fluturën, e keni përmend manimongën, e keni përmend bubrecin, e keni përmend... Se kena Qka keni me të po përmend? Qka kena të... Karabesht. Karabesht nuk është? Miz. Mizë, sakt, mizë, po qysh veç mizë nuk e përmendet? E përse sa mirë po Bubrat, bret? mizë. Ja, së. Po bubreci nuk ka mizë. Veç bëbrejtë se mizë. Su me soj. Miza është insekt, po në thash që fjallin insekt nuk e pranojmë, si me thonë për qenin në E shkaf. disha diçka që fluturin së në kujtë këmëri. So piki këna marë. Miza pra, ishte miza, hajde ta qartësoj mizën, mas pari. Ja pra, miza. E disha diçka që Ja pra. Miza, ju dyfishon pikët, pra e keni 130 tash dhe e fitoni as po as jo, këtë epizod të as po as jo. Deri në fund ishit në përsia. O dëshpru të shumë? Jo. Ja, se të shpru, Nuri së të shpru si të mos, masi e kaloj rundin as po as jo, rundin ton më të vështirë. E shikus të dashtu, na e falenderojmë edhe për klasin ton, Renao kurs, që ku mund të gjeni kurset për 11 gjuhë të huja, si
shikues të dashtën, kështë të thonë sikues të dashtën, duhet me mësu në gjuhën shqipe, apo shene, duhet me shku në Renau me mësu gjuhën shqipe, po mundin me mësu edhe online, edhe mësim fizik në Prishtinë dhe në Fushë Kosovë për fëmijë dhe të rritur. Por nuk ka vetëm kurse të gjuhës, po ka edhe programim, marketing digital, design grafik, video editim e shumë të tjera në Renau Kors për me u avancu në karierë. Kjo është e tëra, sa e përket as po as jo. Shihemi të shtunë në ardhshme në ora 6. Të falë tonëve.